Të nderuar shikues, mirëmbrëma, takohemi bashkë në një tjetër pjesë të pashojsh me një tjetër të ftuar në studio. Për herë të parë në këtë studio mbërrin sonte Ardit Bido, kandidati i Partisë Socialiste për Vlorën. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kandidat por në listë të hapur, që do thotë i ekspozuar në zonën e rrezikut. Si fillim, pyetje thjesht bazike. Çfarë kontributi keni ju për Partinë Socialiste, ose thënë më ndryshe, pse ju zgjodhi kryeministri Rama, kryesocialisti një herësh, për që në listat e partisë tij? Kur të vi kryeministri këtu, mund Jo, të po mirë, për këtë. ti do flasësh për veten. Po, unë do flas për veten time, kështu që unë nuk e shoh e para te pyetja. Si ta bëri ftesën me motivacion? Ka prapa skena nuk e shoh në këtë kontekstin e pyetjes. Elementin në zonë rreziku. Do të thonë, unë e shoh këtu si një garë në të cilin unë ofroj veten time për të qenë përfaqësuesi i qarkut vlor, e veçanërisht i zonës së Sarandës, Delvinës, Kondispolit, Himarës dhe Viniqit, por edhe i Selenicës dhe i Vlorës, në parlamentin e shqiptarëve, në mënyrë që të mundet të adresoj problemet asaj zone në vendimarrje, siç kam bërë në 17 vitet jetësime publike. Unë kam 17 vite që jam pjesë e jetës publike në një formë ose në një tjetër. Jam aktiv në media. Dhe besoj se në këto 17 vite unë kam treguar një farë koherence. Pra, nuk kam ndryshuar qëndrime në bazë të konvenimit, se si më intereson, se si intereson, se jam që kokfort në vendimet, si çdo lab në fakt, kokfort në opinionet e veta. Maksimumi që kam bërë në jetën time është që për një çështje mund të mos flas, sepse nuk dua t'i futem, po në çështjen që unë kam dalë, kam thënë mendimet e mia të pastra. Dhe në këtë kuptim, unë besoj se sot ky lloj sistemi, i cili është gjys sistemi i mirë, në kuptimin që mundson një garë të mirëfill të hapur për një pjesë të garuesve, është një sistem i cili mundson po ashtu që ne t'japim oferta individuale ndaj qytetarëve, në mënyrë që ata të zgjedhin përmes votës së tyre se kë duan që të kenë zërin e tyre përfaqësues në parlament. Kështu është mënyra se si unë e shoh. Pra e shoh si një garë. Se sa do të përkthehet kjo në mandat, pra ajo që përmend risku, është çështje e vullnetit të qytetarëve. Unë bëj garën, unë ofroj ofertën, unë bëj punën time, se sa del si produkt pasaj është çështje e qytetarëve. Po, mos vallë mund t'ju ketë shpërblyer, nuk e di, kryeministri për betejën që ju bët ndaj rastit Beleri, për shembull? Nuk e di fare nëse kryeministrit i ka pëlqyer apo jo ajo lloj beteje që un kam zhvilluar. Në sinkron e kishe qëndrimin me të, kështu që nuk e besoj se ishte 100% në sinkron. Tezat e mia ishin tezat e mia. Un kam qenë kundër kandidimit të miku tim Vangel Tavo, duke thënë në të njëjtën formë që është miku im edhe. Jo, them, ju vuvula pikasjes pikërisht me këtë çështje, me qenë se ka qenë e fundit ndërmëzëshme. Nuk ka qenë në diskutimet tona, domethënë diskutimet sepse mund të jetë ajo, mund të jenë shumë arsye të tjera, ajo që dihet është si vija ime. Pra dihet që un kam qenë drejtues i një institucioni të rëndësishëm shtetëror për 9 vite, s'kam pas ndonjëherë probleme me SPAK-un, s'kam pas ndonjëherë probleme me shigjetime, me përjashtim një 2 rasteve të padrejta që unë jam kundër përgjigjur direkt, sepse kanë qenë të padrejta, dhe u faktuan brenda ditës që ishin të padrejta. S'kam pas ndonjëherë probleme me ligjin, s'kam pas probleme, besoj se kam rinovuar atë institucion edhe i kam shërbyer qytetarëve me devotshmëri pas një lloj dallimi dhe në mënyrë të barabartë, pa nevojën që të fusnin mik, aq më keq të fusnin sekser, siç e kam gjetur në institucionin, në fakt. Dhe unë nisem nga CV-ja ime, nisem nga fakti që për atë qark, për shkak të bindjeve të mia dhe për shkak të kësaj elementit të kokforcisë që thash pak më parë, unë kam dalë në mënyrë të vijueshme në media për të thënë mendimin tim në pozicione të ndryshme, pikërisht sepse më dhemb, le të themi, veçanërisht vendlindja ime, vendi i origjinës time, dhe në këtë drejtim kjo është CV-ja ime. Cilat kanë qenë arsyet pastaj që është evidentuar se i leverdis, ta themi në këtë formë, kryeministrit e Partisë Socialiste të jem listat e hapura në Vlorë, është diçka të cilën duhet ta diskutoni me ta. Unë di arsyen sepse unë kam pranuar që të jem pjesë e garës, që në fillim nuk e kam pranuar, e kam kundërshtuar me
me Kush ju ka bërë ftesën? Bledi Çuçi, drejtuesi politik i Qarkut, me arsyetimin fillestar që në fakt isha shumë komod, edhe duhet jemi pak realist që kjo është garë, edhe është ti sakrifikon në garë gjithmonë, ë? Dhe komoditeti të bën të thuash ta mendosh dy herë. Pastaj kur e mendova sërish, unë besoj se ka nevojë për përfaqësim politika e zonë dhe besoj se oferta që unë u jap bashkëqytetarëve të mi, duke e vajtur me një program politik që gjen tek arditbido.al të plot, duke mos vajtur pra me fjalë bosha, duke shkuar. Po pse e ke program personal ti atë? Unë kam për çfarë do të angazhohem unë, sepse nuk janë vetëm politikat makro. Çdo bashki ka problematikat e veta. Dhe secila prej këtyre problematikave kërkojnë përfaqësim politik, mbulim politik. Pra kërkojnë që të çohet zëri, të lobohet, të angazhohesh në mënyrë që ato të mund të materializohen. Politika makro është politika makro, por ka dhe mikro. Dhe e kam këtë, e do se nganjëherë flasim si politika përgjithshme. E kam këtë në përvojën time. Domethënë drejtoria e arkivave, unë e kam gjetur me një buxhet minimal. Sot ka një buxhet goxha më të lartë. Kam gjetur me një buxhet diku te 1.5 milion euro, sot ka buxhetin 4 milion euro. Kanë qenë projektet që ne kemi bërë që kanë sjell rritjen. Nuk ka qenë se një ditë të bukur u kujtua dikush dhe tha hajde të financojmë. Është çfarë bën ti një herë për këto probleme mikro që nuk mund të jenë në sytë e vendimarrjes si di ti. Dhe mënyra se si qasesh pastaj, serioziteti me cilin ti i qasesh, ku shkon në mënyrë zyrtare, institucionale, por edhe duke lobuar, që nuk është thjesht zyrtarja institucionale e dërgimi i shkresës, që ti bind për nevojën dhe ja del që të materializosh dhe në problemet që janë të zgjidhen. Këtë përvojë që e kam shumë të prekshme, është e njëjta gjë dhe kur vjen fjala për këto bashki. Tani të pyes unë ty, cili është programi i Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe gjithë partive për Bashkinë Delvin? Patjetër nuk kanë, sepse programi makro nuk bëhet dot mbi probleme lokale. Janë kandidatët, ata të cilët i qasen zonës, evidentojnë problematikën, evidentojnë mënyrën më të mirë të zgjidhjes së kësaj problematike dhe e kthejnë këtë në angazhim për lobim. Pra, këtë ofrojnë, unë nuk ofroj që do zgjidh gjithë problemet. Meqense je besim. Unë rrëfej se për çfarë do të angazhohem, veçanërisht për Bashkinë Sarand, për Bashkinë Delvin, për Bashkinë Konispol, për Bashkinë Himar, për Bashkinë Vlorë, për Bashkinë Selenicë, për Bashkinë Finiqe e kështu me radhë. Meqense je besim plot që mund të fitosh edhe pse je në listë të hapur. Atë e din qytetarët. Unë hy për të fituar patjetër. Jo, patjetër. Po si ke pritshmëritë, sa mandate merr Partia Socialiste në Vlorë? Në Vlorë është afër, shumë afër, edhe unë besoj se do të arrihet si objektiv që të dalin 9 mandate nga Partia Socialiste, në një rekord historik, i cili ishte afër edhe në 2017, por që nuk u arrit. Këtë herë unë besoj se mund të arrihet për shkak se faktorët në zonë, pra faktorët elektoral në zonë edhe qasja në zonë, është aty që mundson që të arrihen 9 mandate nëse do të punohet mirë, qartë, duke sqaruar ato probleme që janë të pasqaruara, duke orientuar dhe evidentuar mënyrën e zgjidhjes së problemeve të tjera të cilat janë trashëguara apo dhe të bëra, sepse qeverisje nuk do të thotë të bësh gjëra të mirë, domethënë të bësh gjëra. Kur bën gjëra nuk gjithmonë ka probleme dhe ka. Tani do më thuash avantazhet dhe disavantazhet që ke ti si i ri në momentin që kërkon votën në emër të Partisë Socialiste në elektorat. Avantazhet dhe disavantazhet është element krahasimor. E kam fjalën për partinë në pushtet, nga që 12 vite në pushtet. Prap, nuk mund do më lejo që ta ndryshoj pak mënyrën e përgjigjes dhe pastaj nëse do ma rikërkoj një të gjë. Ajo çfarë unë them është që ne kemi nevojë për përfaqësim. Ne kemi nevojë që në parlament të mos kemi deputet cilën nuk merren me zonat e tyre, që mbyllin telefonin me një herë sapo mbaron zgjedhje, që ka të tillë. Ka nga gjitha partitë, nuk është çështje fenomen i një force kjo. Na nevojiten deputet të cilët merren me zonën e tyre, na nevojiten deputet që nuk kanë 2 numra telefoni, një që përgjigjen për 3 ditë dhe një që e mbajnë për familjarët, dhe unë telefonin se kam duruar 15 vjetë dhe një numër i panjohur që më merr ja kthej përgjigjen në çastin e parë që mundem. Ne na nevojiten njerëz të cilët kanë një vizion për zonën e tyre, të cilët duan që të bëjnë ndryshim, që kanë energji, që kanë dëshirë. Për mua na nevojiten njerëz të cilët janë të dhënë
s'ka motiv kryesor në jetë, lekun, paran, si qëllim në vetvete, si objektivin kryesor, sepse kjo në fakt kthen dëme, po kanë elemente të tjera, përfshi estetikën, përfshi estetikën jo personale, estetikën totale, përfshi punën, përfshi produktin, kanë elemente të tjera të cilat i motivojnë jetën e tyre të përditshme. Këto janë ato gjëra të cilat unë ofroj. Unë nuk ofroj ndonjë gjë të veçantë përveç se vetes time. Unë ofroj atë që jam dhe besoj, kam besim se ajo që jam dhe vizioni cilin po paraqes, qëndrimet e mia të kahershme, të cilat s'do t'i ndryshoj sikur t'i ndryshoj Partia Socialiste, se s'është e thënë. Kemi supe i detyruar paralel të mbash peshën, qoftë për mirë, qoftë për keq të Partisë Socialiste. Pra, faturën e saj. Patjetër. Pra, unë ofroj veten time si kandidat brenda Partisë Socialiste. E para sepse jemi në një moment kyç të padiskutueshëm që kemi një dritare në 2027 për t'u integruar në BE. Dhe kemi shumë afër. Edhe kjo është deklaruar nga Bashkimi Evropian. E kemi në 90-ën kemi qenë vendi avangarde. Pretendoj se do të ishim bllokun e parë. Iku 2004, bloku i parë, iku 2009, iku 2010, e ka ardhur 2025. To dritare kur humbasin, to dritare që kur humbasin, pastaj se kur i vinë nuk i dihet. Për këtë ka nevojë për stabilitet. Dhe Partia Socialiste ka treguar që ka dhënë stabilitet, ka nevojë që të mos kemi në luftë me mullinjtë e erës, siç është për shembull me reformën drejtësi që Partia Demokratike po deklaron se do ta zhbëj SPAK-un, ndërkohë që Partia Socialiste ka deklaruar dhe ka pjesë të programit të vet që SPAK-u do të vijojë i pavarur, sepse kjo do të ishte regres dhe do ta humbisnim këtë dritare, e cila dritare nuk është një dritare thjesht çështje vlerash që unë e besoj. Unë jam europianist në bindjet e mia. Është çështje mirëqenie. Nëse ne qahemi pse ikin njerëzit në emigrim, nuk ka formë tjetër se si të kthehen njerëzit nga emigrimi e të mos ikin të tjerë përveç se rritjes së mirëqenies. Rritja e mirëqenies nuk bëhet vetëm me politika të mira e me dëshire me vullnet, po bëhet me lekë dhe me financim. Çdo vend ditën që ka hyrë financime dhe i vjedhin. Të lutem, se dua të dalë diku. Mund ta bëjmë analizën kaq. Po më mirë, do ta diskutojmë këtë pjesë, po nuk e kam parimore. Se kam parimore. Kam mendimin tim edhe për korrupsion, se kam parimore këtë. E kam te fakti që ditën që Bullgaria dhe Kroacia hynë në BE dhe Rumania, niveli i financimit që të vjen nga Bashkimi Evropian është aq i lartë sa që ndihet në mënyrë të menjëhershme në mirëqenien e brendshme. Pra, dua të jap kësaj theksin dhe pastaj diskutojmë atë që thua. Nuk është thjesht çështja nëse nga 100 u vodhën 10 apo 20 apo 50 apo 3 apo asnjë. Është çështja që është 100. Në çastin që ti ke 300, rritet mirëqenia me të njëjtin problem të korrupsionit që duhet luftuar. Pra, ne këtë dritare e kemi aq të rëndësishme dhe jetike për që të mos qahemi pasaj sepse po ikin emigrin të rinjt, përse kërkojnë një jetë më të mirë jashtë e kështu me radhë. Tani ti thua që ne shpopulluam, tani na jepni votën, ti rikthejmë. Po jo më shpirt, këto ne shpopulluam nuk e them dot unë dhe nuk e pranoj dot as logjik sepse po shifrat flasin pra që vendi është drejt shpopullimit. Ka nikur aq shumë. Po si pedagog studentësh unë e kam një debat të vijueshëm këtë me studentët e mi sepse duan që të ikin nga Shqipëria, unë se kam menduar në një. Për studime. Po mirë, ato diskutim po. Jo vetëm për studime, për punë duan të ikin, duan të mbarojnë shkollën dhe të ikin. Tani për korrupsionin. Dhe unë të njëjtën gjë, dhe unë një shqiptar jam, edhe unë jetoj këtu. Edhe nuk e kam vendosur të ikin nga Shqipëria. Po mirë, se kanë gjithmonë mundësinë që të kenë një punë të mirë, kam pasur miqë shok të mirë që kanë pasur punë të mira dhe kanë ikë nga Shqipëria. Pra, të mos e thjeshtëzojmë çështjen. Akoma më keq pra. Të mos e thjeshtëzojmë pikërisht pra, të mos e thjeshtëzojmë çështjen, nëse do të bëjmë një diskutim mbi arsye sepse në Shqipëri kemi një normë më të lartë emigrimi nga vetët e rajonit, por që nuk është aq e lartë, sepse norma e emigrimit edhe në Serbi nuk është e ulët, edhe në Maqedoni nuk është e ulët. Ne çfarë themi, diaspora shqiptare në Gjermani nuk janë shqiptarët e Shqipërisë.
janë mas dërmuese shqiptarët e Maqedonisë së Veriut edhe të Kosovës. Po të mos i hyjmë atij debati se futemi në populizëm, domethënë ndonjë analizë shumë të gjerë se cilat janë arsyet e shkalo korrupsionin. Te korrupsioni, patjetër që është një problematikë, është një problematikë endemike dhe hajde më thuaj ti se si zgjidhet kjo me përjashtim parullave. Mos më pëlqejnë parullat. Unë jam populist. Jo, nuk e zgjidhun, zgjidhin ata që kanë marrë votën. Zgjidhet. Ajo zgjidhet. Është thjesht fare kjo. Kjo është shumë e thjeshtë. Shumë primitive për të zgjidhur. Kjo është shumë e thjeshtë, po, dhe unë. Mjafton mos zgjedhësh. Po, kjo është ajo që kam bërë unë. Dhe kjo është ajo që bën ti. Tani gjithmonë. Mos ta bëjnë të tjerët. Po shumë mirë do ishte më. Shumë mirë, tani të hapim këtu, të bëhemi parajsa dhe të fillojmë të bëjmë gjykimin moral. Kjo zgjidhet përmes sistemit. Sistemi ka sot një valvull shumë të rëndësishme siç është SPAK-u, të cilin ne duhet ta mbrojmë, sepse është një valvull që garanton balancimin e pushteteve, nuk është në të mirë të Partisë Socialiste, nuk është në të mirë të qeverisjes, sepse gjithmonë patjetër SPAK-u do vej qeverisja në qeverisje ekzistojnë problemet, nuk ekzistojnë jashtë qeverisjes, por është për shoqërinë, për shtetin dhe për kombin, është një valvull e atill që ne duhet ta mbrojmë si sytë e ballit. Kjo është një valvull. Ka valvula të tjera se si luftohet korrupsioni. Dhe këto janë sisteme të cilat ne duhet i mbrojmë edhe ti mbështesim. Sot në këto zgjedhje është dhe kjo në rrezik. Partia Demokratike po deklaron zhbërjen e SPAK-ut. Partia Socialiste po deklaron mbrojtjen e SPAK-ut. Unë jam patjetër me Partinë Socialiste në këtë pikë. Padyshim. Po edhe kryeministri e ndryshoi pak rrugës, pastaj e drodhi prapë, Se kam dëgjuar në asnjë moment që të thotë që nuk e mbështesim SPAK-un në punën e vet. Okej, po. Në pavarësinë e vet. Flasë ka ndryshuar retorikën. Në pavarësinë e vet. Nuk e kam dëgjuar në asnjë moment, që thonë ne do po bëjmë gati draftin e ligjit që do ndryshoj kompetencat. Pjesa tjetër është retorika. Komisioni Xhafaj, për çfarë do bëhet? Do ta shohim se cili është produkti, nuk kam parë në asnjë moment të thënë edhe gjatë punimeve të komisionit, edhe nga zoti Xhafaj, edhe nga gjithë tjerët që ne do kemi ndërhyrje të tilla që do të cënojnë pavarësinë e SPAK-ut. Se sulmet ndaj SPAK-ut janë të shumëllojta. Ka si Berisha që ka sulm frontal. Ka dhe në forma të sofistikuara pastaj. Mekanizma njësoj. Patjetër. Ajo çka ka rëndësi, se ndryshime ligjore do ketë gjithmonë, ose edhe këto të themi se nuk është asnjë ligj nuk mbetet për jetë në fuqi, ç'është kjo? Ajo që duhet mbetet është thelbi dhe garancia që SPAK-u, se themi SPAK-u. SPAK-u GKK-ja, pra sistemi i drejtësisë është në i pakapur nga politika, është në check and balance. Dhe kjo është në të mirën e kombit dhe të shtetit. Ky është qëndrimi zyrtar i Partisë Socialiste. Ky është qëndrimi im personal si Ardit Bido, nëse ndryshimi që Partia Socialiste do ndryshojë në të ardhmen që nuk e shoh, nuk do thotë që do ndryshojë qëndrimi im personal. Okej. Ndërkohë, kemi një situatë thuhet në Partinë Socialiste, jo aq e qetë që pas zyrtarizimit të listave, shumë nga xhaketat e vjetra u spostuan, kemi të rinj që për shumë kënd nga ata që bëjnë analizat paneleve të darkës i cilësojnë si anonim pas një kontribut dhe do me thonje në Partinë Socialiste. Si është situata në Selin Rose? Nuk e di, të them drejtën, nuk e di ç'të them për tjerët, di të flas për qarkun vlorë, se më kuptoni që jam në një përgatitje të fushatës, kështu që jam i përqendruar aty edhe në zhvillimet e tjera le t'i bëjnë analistët. Ju në Vlorë jeni gjithë kënaqur. Nuk e di as këtë, di që kam folur me disa prej kolegëve që kanë pasur mundësinë dhe do flas patjetër edhe me të tjerët në VMC, deri më son nuk kam pasur probleme, në kuptimin që qëllimi kryesor është që ne të ofrojmë ofertat tona. Se si do ta bëjmë formën e vet këtë? Nëse unë do të isha individi që mendoj se leku, pushteti tepërt, pushteti abuziv, ku di unë, të fortët, gjitha këto fenomene, duhet të votohen, nuk do të isha unë. Unë jam unë. Unë besoj se ne duhet i qasemi qytetarëve me ide, me integritet, me telefon hapur, me dhënie dore, patjetër me miqë shok, dhe miqë shok janë nga shumë sfera të jetës, por me integritetin ton personal. Dhe kjo është oferta që unë jap. Kolegët e mi në Qarkun Vlorë kanë ofertën e tyre,
Ne kemi një qëllim të përbashkët që të maksimizojmë votën për Partinë Socialiste, secili prej nesh ka hapësirat për ta bërë këtë gjë për të maksimalizuar votën në mënyrë që të arrijë 9 mandate për atë qëllimin e përbashkët të madh politik që sapo ta shpjegova, që është integrimi në Bashkimin Evropian. Pastaj gara e brendshme. Unë deri më sot nuk kam parë mungesë fair play as në dëshirë, as në qëllim, as në integritetin personal të kandidatëve të tjerë. Nëse do të ketë, do ta tregoj koha, media do ta marrin vesh të parat, do ta nxjerrin dhe do ta publikojnë, edhe është kaq e thjeshtë. Po unë nuk e besoj se do ndodhë. Nuk e besoj sepse ne nuk jemi për të ndarë ndonjë gjë me njëri tjetrin, ne jemi për të garuar dhe për të fituar edhe mandat personal patjetër, edhe mandate të përgjithshme patjetër. Besoj I ke nisur takimet në Vlorë apo? Normalisht. Janë të kënaqur vlonjatët për qeverisjen 12 vjeçare socialiste? Çfarë është kjo si pyetje prapë më qendron. Raport me ta, po. Si pyetje Po, ai janë përmbushur pritshmëritë e premtimeve të socialistëve se kanë marrë 3 mandate. Dhe në Vlorë socialistët janë votuar goxha mirë. Nëse do të ishin njerëzit të lumtur nga qeverisja, atëherë ne do të ishim diktaturë. Çfarë është kjo I lumtur nga qeverisja? Ka shprehje, pse do I futemi filozofisë tani, domethënë, që qeverisja është e keqe gjithmonë, që e keqja më e madhe është qeverisja. Po përderisa do japin votën për mandatin e 4. Do japin votën për mandatin e 4, sepse një pjesë e mirë e punëve janë bërë mirë. Nëse analizojmë diktatura apo demokraci, atëherë në demokraci të kërkosh mandatin e 4 radhazi nuk është krejt normale. As pak. Pse? Është normale. Është normale Angela Merkel? Po pse jemi me standardet e Gjermanisë, ne jemi vend I zhvilluar. Po çfarë duhet të bëjmë me standardet? Çfarë do të bëjmë me standardet? Çfarë do të bëjmë me standardet Perus që nuk lejohet më shumë se një mandat? Jo, nuk ka lidhje kjo, po ju e dini shumë mirë për çfarë bëj pyetjen unë, se merrem me lojra fjalësh, pastaj nuk përfundojmë dot. Ma thuaj. Unë jam kundër për shembull dhe sistemeve të destabilizuara, siç është sistemi vjetër italian, Jam kundër atyre sistemeve. Nuk janë shumë problematike ato në faza tranzicionale siç jemi ne. Këto janë është populiste kjo. Është populiste thua 3-4 një mandate. Është aq mandate sa qytetarët të besojnë. Dhe qytetarët nuk të besojnë se ti ke bërë gjithë punët mirë, sa po ti kishe bërë gjithë punët mirë, atëherë do ekzistonte opozitë dhe ky sistem nuk ekziston. Qytetarët të besojnë sepse ke bërë disa punë mirë, sepse ekonomia po ecën mirë për shembull, dhe kjo është edhe në shifra e përkthyer, në shifra zyrtare. Gjithashtu qytetarët kanë ankesa për se me këto shifrat të gjithë kanë mundësi të luajnë se masa nuk para populiste sërish pra. Kupton mirë nga shifrat. Shifrat e Instatit kontrollon nga Eurostati. Eurostati. Edhe unë personalisht do me thonë, po Instati ç'është? A është një mekanizëm I pushtetit? Nuk është ashtu se ka dhe Eurostat. Ka Eurostat. Po mirë, raporti I fundit I djeshmi në mos gaboj I Instatit ishte që në 2 muajt e parë të vitit rënje drastike e eksporteve. Të lutem, ka një tuf komponentësh të cilët tregojnë totalin. Ekonomia që lulëzon kaq shumë. Po ekonomia është aty sepse ke rritje ekonomike, dhe ndërkaq po nuk blen dot një shtëpi, po ndërkaq po shiten shtëpita. Të lutem. Unë e refuzoj populizmin. Po jo, mos ta mbulojmë shifrat janë aty me një përgjigje. Unë refuzoj populizmin në masë. Jo, kjo është populiste kjo që po bën. Nuk blie shtëpi në Tiranë, ndërkohë që ti si e blen shtëpi në Tiranë. Të lutem, në formën se si e kam bler unë 22 vjeç, dhe kam bler 22 vjeç kur punoja në shtet. Para 22 vjeç. Çka kisha? 22 vjeç. Nuk e di kush isha unë. Unë punoj që 14 vjeç, nuk kam në familje të pasur. Punoja në privat edhe kam arritur që të marr shtëpinë me sakrifica. Po me mas, po pra, me mas. Me sakrifica, me kredi, me gjithë vështirësitë siç e kalon çdo i ri. 22 vjeç ishin çmimet shumë të mira, se unë s'po të flas për atë kohë. Dhe ishin rrogat shumë të ulta, se kam jetuar dhe atë kohë. Po dakord pra, po tani janë çmimet në stratosferë. Dhe një herë, populizmin unë nuk e duroj dot, nuk e pranoj dot. A jemi në mirë, a jemi në mirë, ne jemi më mirë se kurdo herë tjetër në historinë e njerëzimit, jemi shumë më keq se sa duhet ishim. Kjo populizmi që ne do ta bëjmë o të bardhë o të zezë, të lutem jo me mua, sepse nuk e duroj dot. Jo, të bardhë o të zezë, unë të shtrova diçka konkrete pra. Ti thua të rinj të cilët si një i ri, se ka shumë bashkëmoshatar. Unë nuk bëj dot rolin e shumë bashkëmoshatarëve të mi, të cilët bëjnë populistin. Ne kemi probleme të mëdha dhe ne duhet flasim për problemet reale. Po pse s'është problem ky?
problem Cili bazik. është problem? Strehimi? Po patjetër. Strehimi është një problem, i cili në Shqipëri është Një shumë i ndër pakët, problemet. është shumë i pakët se në çdo vend tjetër evropian sa për informacion. Niveli strehimit në Shqipëri. Po, ti zhytesh kredirave, patjetër që Po edhe në Gjermani duan të zhvoglohet zhyten problemi. kredirave, po them, të lutem. Jo, do më lejosh të mbaroj si film. Se e përshkallzove kot, Po unë e ta kalove preka kot. si Po patjetër, sa herë të ilustrim. vazhdosh me populizëm do ta përshkallzoj. Strehimin që ti përdor për populizëm në këto çaste, se siç e përdor përdorin për dhe partitë të populizëm, vogla. unë Patjetër. më intereson fare. Shqipëria ka nivelin më të lartë të strehimit në Evropë për arsye të mënyrës se si është shpërndarë në vitin 90 prona dhe për arsye të problemi që ka pas me pronën, po më dua të jap arsye objektive. Po dua të jap arsye objektive, unë se ti do arsye populiste, po s'ti jap dot. Jo. Këto arsye populiste vazhdon me ato parti që do të çojnë rrogën 18 milion euro rrogën individuale në muaj. Unë si bëj dot këto gjëra. Unë dua të flas me problem. Strehimi si problem në Shqipëri është minimal dhe ai problem minimal zgjidhet edhe përmes programeve strehimi që ekzistojnë, të cilat ne nuk kemi këtë lloj problemi siç do ti ta prezantosh sot, sepse nuk është. Ne kemi problem që ato programe strehimi. S'është që parashtrova un problem. Nuk është, po është gënjeshtër. Jo, është gënjeshtër. E pastër. Okej. E pastër. Ne kemi Shqipëria ka nivelin më të lartë strehimit në Evropë. Është problem që ne kemi në raste caktuara që në përbashki po e kanalizove ti ndryshe. Nuk blejnë dot shtëpi. Ato nuk blejnë dot shtëpi strehimi është. Po flisja për çmimet. Në programet strehimit ka raste të cilat ka korrupsion. Dhe nuk blen dot një çiftëri, nuk blen dot një shtëpi. Po ti thuaj më këtë që është problemi real pra, që ka raste korrupsioni pra. Po ka raste korrupsionit pra. Dhe se si ne i shmangim këto. Ne këto i shmangim përmes mbulimit politik duke besuar votën tonë të njerëz, të cilët nesër do të merren jo me manin për të shkuar. Një bashkëmoshatarin tënd nga krau tjetër. Dhe një nga pikat që premtonte, jo në sinkron me partinë ku aderon, e merrte si nisën personale që të loboj të realizohet që një çiftëri, për shembull, të ketë një sër lehtësirash për të marrë një shtëpi, duke qenë se ky problem që unë paraqita është real. Tani ti po ma kundërshton, jo. Ti po ma kundërshton sikur se ekziston. Ti do këtë si premtim. Të solla shembullin për të thënë që nuk e mendoj vetëm unë, është fakt. Unë të them, dakord, ajo që unë të them është që unë këtë bisedë nuk e bëj dot, sepse ka nga viti 2001 që çiftet e reja në moshën filan kanë lehtësi për të marrë kredi për shtëpi dhe ka mira raste, 10 raste që unë njoh në rrethin tim që ka marrë kredi të butë nga bashkitë për të blerë shtëpi. Tani unë nuk ri do të them që do të bëj një gjë që është e bërë. Unë nuk jam për këtë në politikë. Jo, ç'lidhje ke ti? Unë ta bëra pyetje. Si në Vlorë si të duket situata aty? Ti e di varfërinë në Delvinën e Selenis? E di në varfërinë në Delvinën e Selenis? E di varfërinë që ekziston në Konispol? E di varfërinë që ekziston tek shtrejtimi i apartamenteve të lutem mos ma. Po pra po, kjo që thua është ti më thua mua pse nuk bësh dot populist. Nuk dua të bëhem populist. Unë dua të vetë qytetarët dhe flas për problemet reale. Nuk dua të vetë sepse ti nuk e pranon këtë. Po sepse ti e duke më thënë, pse nuk vajte ti të premtosh diçka që është nga 2001 i bërë dhe morë shembull dikën që ka qenë këtu para një jave që unë se di, i cili po premton diçka e cila është ekzistuese. Ti nuk po bën populizëm, po bën. Në këto çaste ty po të dëgjojnë Ediona me qindra qytetarë të cilët kanë aplikuar dhe kanë marrë kredi të butë për shtëpi duke përfituar si çift i ri, sepse është një ndër kriteret ligjore dhe se ka qenë në kohën e Partisë Socialiste, Partisë Demokratike. Problemi i populizmit është shumë i madh. Është shumë i madh. Unë nuk jam këtu të premtoj qytetarëve. Nuk e quaj fakte dhe jo, unë quaj fakt, unë quaj fakt dhe faktin që kjo është. Ti kërkon një premtim i cili është mbi diçka të bërë. Nuk kam premtime reale. Pranon faktin thash, realitetin. A është ky një ndër problemet? Nuk të premtoj dot faktin unë që çiftet e reja nuk aplikojnë dot për kredi të butë. Nuk e pranoj dot, sepse është fakt. Po folëm as për kredi të butë, as për kredi. Sa po e them premtimin që të është bërë para një jave në këtë studio. Ne folëm për çmimet, ra muhabeti tek pjesa e çmimeve pra shtrëngtimi që është bërë njëjtë si në Paris apo në Londër. Nuk është si në Paris dhe në Londër, po janë çmime të larta. Janë çmime të larta dhe kjo është një problematikë e tregut të lirë. Për këtë e bëra të gjithë bisedën. Prandaj po të kisha thënë këto ti e kishin mbyllur ne. Po kush ta kundërshtoi këtë pjesë? Po jo, po e kundërshtove ti, po jo, ti the nuk është kështu, ti the nuk është kështu. Vazhdoni në populizmin tuaj, jetoni të lumtur duke zgjedhur. Po ç'më intereson populizmi mua, se unë jam kandidate. Populizmi ju takon juve. Dakor. Unë do premtoj në këtë fushat që rroga minimale do vej 3 milion euro për të kënaqur ti dhe mbyllim këtu bisedën. Po të jetë për zgjidhjet e lehta, janë shumë të lehta, nuk janë për zgjidhje. Unë jam për zgjidhje të vështira. Për zgjidhje të vështira, të ngadalshme, sepse po kërkohet mandati 4, kështu që
kanë pasur kohë mjaftueshëm për të realizuar edhe këto. Ti po flet me mua. Po dakor, dakor. Pra sepse kredit sociale janë. Jo, nuk të pyes dot më shumë sepse ti po flet me mua. Tani e bër pjesë e Partisë Socialiste. Tani po kandidon, kështu që. Po ti më thua për kredit sociale që ekzistojnë. Un personalisht nuk kam marrë gjë në jetë. Punoj që 14 vjeç, vi nga një familje një prinderore. Është biseda për kam drejtuar një institucion për 9 vite pa pas asnjë problem me seriozitet edhe me përkushtim. Dhe kësaj rrugë që i futem me përkushtim. Nuk kam dalë ndonjëherë në jetën time edhe në 17 vitet jetës publike që të bëj rolin e populistit. Roli i populistit është shumë i thjeshtë. Problemi është që me rolin e populistit ti sjell zero zgjidhje. Tani, nga të gjithë, po themi, kalkulimet që bëri Rama për listat e 11 majit, nëse flasim me emrat përveçëm, sipas teje, mendimi yt personal, ku gaboi? Të vjen keq për ndonjë në veçanti që ndoshta u la jashtë liste, apo ndonjë që nuk e meriton dhe është bërë pjesë e listës? Nuk i përgjigjem dot sa pyetje. Po pse si një iri duhet jesh ndryshe nga nuk ka lidhje, jo diplomat në përgjigje. Nuk është çështje diplomacie. Pak më shumë guxim. S'është çështje diplomacie në përgjigje, çështja është që ka nga listat e partive tjera njerëz shumë të mirë, ka në listën e Partisë Socialiste njerëz shumë të mirë, ka nga listat e tjera njerëz shumë të këqij, ka në listën e Partisë Socialiste njerëz që mua s'mëlqejnë, nuk matet dot shumë politika. Politika matet me çfarë votojnë qytetarët. Dhe kjo është rezultati final. Në parlamentin, për shembull, përpara këtij sistemi, në parlamentin e 2000-shit, 2001-shit, të pëlqejnë gjithë deputetët aty? Ja. Ata ishin të votuar nga qytetarët. Kjo është e meta e madhe e demokracisë, po formë të mirë se demokracia nuk kemi gjetur. Ju sigurisht që besoni në fitoren e Edi Ramës në 11 maj, Besoj se në këtë rast nuk jam vetëm unë, besoj se është e qartë si fitore për 1001 rrethana, duket në sondazhe, duket në analiza që Partia Socialiste do fitoj këto zgjedhje, ajo që ka rëndësi është që të maksimalizohet fitoria në mënyrë që të mos kemi probleme. Po nuk ja ka frikën paturës 12 vjeçare? Patjetër. Me kaq shumë afera korrupsioni, skandale, konsum. A ka konsum në 3 mandate? Patjetër që ka konsum. Tek aferat korruptive do t'jap pak më vonë përgjigjen, po a ka konsum? Patjetër që ka konsum. Çështja është, po ta theksoj edhe një herë, janë ofertat politike. Kemi të bëjmë me një ofertë të mirëfillt politike të Partisë Socialiste që materializohet veçanërisht me integrimin në Bashkimin Evropian, të paktën me mbylljen e negociatave, ta mbyllim këtë dritare. Kemi një ofertë që unë nuk e kam dëgjuar ende nga Partia Demokratike me përjashtim denoncimeve. Çfarë s'duhet bërë? Nuk funksionon për mua si ofertë çfarë s'duhet bërë. Tek skandalet korruptive që përmende pak më parë. Skandalet korruptive ka gjithmonë. Ajo çka është ndryshimi i viteve të fundit është që këto skandale korruptive kanë marrë përgjigje të pastër me njerëz të cilët gjenden pas hekurave nga drejtësia shqiptare. Diferenca e madhe nuk është skandali korruptiv, diferenca e madhe është ekzistenca e SPAK-ut që është një dhuratë për kombin shqiptar dhe një dhuratë nga Partia Socialiste dhe nga partnerët tanë që ne duhet ta mbrojmë për të ruajtur balancat në tmerrin e të gjithëve ne do vjedhim që na ndal SPAK-u. Se kuptove çfarë thash? Po kshu është. Në tmerrin e të gjithëve që duan të abuzojnë. Mua nuk më thot dot njeri për vjedhje, po nëse dikush i cili merr mandat nga Partia Socialiste vjedh, patjetër do të duhet për të mirën e kombit shqiptar të përfundojë në burg. Ne garantojmë sistemin, ne garantojmë ekzistencën e SPAK-ut, nuk mund të garantojë një individ. Ti në rrethin tënd shoqëror, të lutem, se nuk e di, po ke rreth të gjerë shoqëror ti. Ore, po ke rreth gjerë shoqëror ti. Po si kam të korruptuar unë? Në zemër, po ke rreth gjerë shoqëror ti, mban përgjegjësinë ti personalisht për dikë çfarë bën tjetri? Jo. Ti duhet garantosh. Rrethi gjerë shoqëror ti ma paralelizon njëjtë me këtë që po flasim? Jo. Të lutem. Ta paralelizoj me një gjë më të thjeshtë akoma që ti shokun e zgjedh dhe ti në çastin që shoku bën një akt i cili është korruptiv apo një vepër penale. Je i votuar për qeverisur. Si mund të bësh një paralele të tillë me shoqërinë? Këtë jam duke thënë që veprimet individuale marrin përgjigje. Po mirë, po dhe pse marrin ti përgjigje nga drejtësia. Kryeministri në këtë rast, për ministrat e vet, për vartësit e vet nuk mban përgjegjësi? Nuk i kanë në kontroll? Çfarë lloj kontrolli? Se di unë qoftë edhe morale, mos s'po them penale unë po. Çfarë duhet shkojnë në zyrat e tyre dhe t'ju bëj punën e tyre?
ti mendon se unë si titullar i institucionit mbaj përgjegjësi për që isha, mbaja përgjegjësi për specialistin çfarë bënte? Unë mbaja përgjegjësi që në çastin që e kapja specialistin. Nuk punon aty ti, nuk vëzhgon ti. Në institucionin që isha, unë mbaja dhe njëherë, në institucionin që isha. Je ti i papërgjegjshëm pastaj. Në institucionin që isha, unë mbaja përgjegjësi që në çastin që e kapja shkelje nga specialisti, ai të merrte masën siç e parashikon ligji. Ka shumë se janë bërë si ka kap askush, ë? Po si ka kap, po ti nga i di. Përderisa kanë përfunduar në SPAK dhe askush nuk ka mbajtur përgjegjësi tjetër, do të thotë që po kush? Po vetë kryeministri ka thënë çdo ditë pra më kanë ngrënë darda pas shpina. Do të thotë që si ka kapur. Ja kanë ngrënë dardat pas shpina. Pikërisht, është SPAK-u. Gjithmonë janë dardat pas shpina. Është SPAK-u garancia e suksesit të shoqërisë shqiptare që të mos lejoj gabimet individuale dhe fajet, më saktë jo gabimet, fajet individuale të personave. Nëse ti mendon se ky është kulmi i populizmit, se ti jem shumë natyrë populiste. Edhe këtu jemi në populizëm, jo këtu në kulm. Nëse ti mendon se njerëzit e mirë dhe të pastër janë në një parti dhe njerëzit e këqij janë në një parti tjetër, po këto po kërkon. E para njëherë un kam një socialist përballë do bëj oponencën, jam e detyruar. Kulm populizmi. E para. Nëse ti mendon se në një televizion ku ti punon janë më të mirë dhe në tjetër janë më të këqij, ky është kulm populizmi. Jo, mos e thash janë njerëz, po që dhe i pari i vendit të mos di se ç'bëjnë rreth e rrotull ti, i varësit e ti. Kjo është absurde pastaj. Janë njerëz në gjitha partitë. Ajo çka ne duhet garantojmë është sistemi. Nëse tani në këto çaste kameramani këtu do të bëj black ty pamjen, nuk është përgjegjësia jote. Kjo s'është fare paralele, po e kalojmë. Do ti? E kalojmë se humbasim kohë. Domethënë aty te arkiva që ishte drejtues ti, aty le të hanin darda pas shpinës tënde, ti as kontrolloje, as ishe përgjegjës, as shije merje vesh gjë ti se ç'të bënin pas shpine. Patjetër kontrolloja, patjetër që evidentoja, patjetër kur kapja unë garantoja sistemin, po të shpjegoj edhe një herë. Puna ime është të garantoja sistemin, rastisi që në 9 vite që unë kam drejtuar, mos kem pas asnjë problematik. Nuk do të thotë që mund mos kisha. Në kuptimin që një specialist të bënte një vepër penale, ai do të përfundonte në burg. Rastisi që sistemi që unë ngrita të ishte i atill, që ishte funksional, që në 9 vitet mos kisha problematika. Ama, nëse do të ndodhte, përgjegjësia patjetër do të ishte jemja. Në këtë moment që ne flasim, ne kemi një sistem i cili nuk është në nivel mikro, por është në nivel makro, nivel shteti. Ky sistem përmban SPAK-un dhe GKK-n, të cilët janë ingranazhi i sistemit që garanton balancimin e pushtetit. Dhe ne në këtë kuptim politikisht duke folur, politike do të thotë që ne të garantojmë ekzistencën e ingranazheve dhe jo rastet individuale. Raste individuale ka pas, do të ketë në çdo vend, përfshirë në Vatikan. Ka pas skandale korrupsioni në Vatikan. Njerëzit e Zotit. Po si ka mundësi që nëse është faji im që bëj pyetje të tilla duke ditur përgjigjen, domethënë luftoj me mullin të erës. Kalojmë. Po ti do përgjigje populiste që nuk ti atë. Jo, kalojmë. Përtoj për sot. Dhe herë tjetër do vi ta premtoj, do të them, herën tjetër do them që unë do ta çoj rrogën 3 milionë euro në muaj, do them që gjithë njerëzit që do të jenë me ekipin tim do të jenë njerëz të cilët unë do 24 orë do t'ju vendos kamera si Big Brother, do t'ju shoh që të jenë në rregull. Këto përgjigje do. Po të lë të flasësh. S'kam çfarë bëj. Unë do t'jap përgjigjet të cilat besoj se janë të vërteta, jo populiste. Dakor, me ato e dinë qytetarët, nëse të besojnë do të votojnë, po patjetër. Qytetarët nëse do duan të bëjnë dëmin Shqipërisë dhe të votojnë populizmin, le ta bëjnë. Për mua është dëm dhe Shqipërisë, unë nuk ofroj dot diçka që s'jam. Unë ofroj vetveten time. Ndërkohë fushata para kohë po ka nisur, ama kemi vënë re këtë ditë. Para fushata, kemi vënë re këtë ditë, flasim pak kështu në nivel makro siç ke qef ti ndonjëherë, se tani aplikon mikron. Të dy janë. Fushata ka rikthyer në skenë, dyshen, nuk e dia është një strategji apo jo, Rama Basha. Dyshen e dikurshme. Ka bërë përshtypje ty? Me thënë drejt nuk e kam ndjekur, të jem shumë i sinqert fare. Po si nuk ndjek shefin ti? Nuk kam pasur kohë që të shoh se çfarë ndodh, po të ishte ndonjë gjë me shumë rëndësi, patjetër do isha informuar. Do me thonë nuk di asgjë për këto. Termi shef nuk e kam qef, ndërkaq. Jo, tani, si ta quaj? Është kryeministri i Republikës së Shqipërisë, kryetari i Partisë Socialiste. Po, kryetari i Partisë. Udhëheqësi i këtij formacioni. Ku je? Po, termi shef është pak shkon nga shef kuzhine në shef drejtues, nuk është një term që mua më pëlqen.
Okej. Të kam shef perëndin, gjë tjetër s'kam. Pyetja e fushatës mu dojgj të paktën për këtë pjesë. Ndërkohë, si keni ju këtë dëgjuar gjë se tani ti je i ri aty, po ç'të të pyes unë, marrëdhëniet me amerikanët sidomos, se aty janë sy tani. Po s'po Tani duken keq. s'kemi as ambasadë amerikane në Tiranë, se ç'u kuptonim nga deklaratat se përditshme që dilnin prej aty e kuptonim që qeveria i paska punë të mirë, etj. Tani s'kuptojmë asgjë, s'marrim duket asnjë keq. sinjal. S'po duket keq. Ç'a flitet kështu Ti underground? je gazetar e vjetër, ti e di që zakonisht ti ke sinjale kur gjëra nuk shkojnë mirë. Nuk ke sinjale kur gjëra shkojnë mirë. Kështu që Shkojnë si mirë, gazetar e domethënë? vjetër, si gazetar e vjetër që je, ti duhet ta japësh vetë të përgjigje që në çastin që nevojitet që të jepen sinjale, zakonisht jepen për të kur nuk shkojnë mirë gjërat. Po nga që je në Partinë Socialiste tani edhe je më afër pushtetit, di gjëra më shumë. Dhe ta dhash përgjigjen. Ka nga ata për shembull që thonë që në këto zgjedhje do të jetë Amerika, do të jetë Trumpi ai që do të vendosë se këdo vinë pushtet. Ky është Sigurisht, jo drejt për drejt, ka një forma. A e beson ti këtë apo e cilëson teori konspirative? Unë siç besoj çdo populizëm, besoj që në agjendën e Trumpit në çdo ditë në zyrën ovale, çështja e zgjedhjeve në Shqipëri është që e parë që ai ka në agjendë, edhe do ta vendosë se çfarë do ndodhi. Po mirë, tani teori konspirative edhe nuk është aq për sa kohë po të bëjmë një bilanc të punës në pak kohë të Trump me aq vendime të përditshme bombastike që ka habitur jo pak. Vi Shqipërinë gjithë. Po mirë, mund të vijë edhe rradha Shqipërisë, domethënë nuk i besoni këto, nuk ka. Çështja e cilën zgjuan në mëngjes presidenti amerikan është se çfarë bën opozita në Shqipëri dhe çfarë bën mazhoranca në Shqipëri. Shqipëria në raportet e vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një qendrim solid, nuk ka ndryshuar kahje, është në mënyrë të pastër pro politikës amerikane, është në mënyrë të pastër madje ka qenë më herët jo në lidhje me Trumpin, po si logjik politike për rritjen për shembull që ka nevojë në pagesën për të qenë pjesë e NATO-s, në rritjen e buxhetit të mbrojtjes, domethënë që është kriteri për NATO, dhe këto janë problematikat e aleancës partneritetit strategjik që ka Shqipëria me bashkimin, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Donald Trump është presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, nuk i intereson nëse Gjermani fiton X apo Y, në Shqipëri intereson X apo Y. Po, dhe unë bazë të sinjaleve e pyetjen. I intereson konferencën e fundit për shembull në Munich, në konferencën e sigurisë. Nuk siguroi dot kryeministri yt një foto me zvendës presidentin. Nuk i intereson nëse del njëri apo tjetri, i intereson që ai që është drejtuesi, lideri i vendit, që në rastin e Shqipërisë është kryeministri, të jetë në sinkron me politikat amerikane. Në këtë pikë, kjo është interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kushdo që mendon se ju përbashkon Sorosi ju? Kushdo që mendon. Jo ndan. Mua? Po mirë, tani nëse po flet vetëm për vete, okay. Po apo flet për politikat, pra. Unë di që George Soros politikat e qeverisë shqiptare apo flet? Po, unë di që George Soros. Pra i ka hapur lufta ai Sorosit. Përgjigjen time më. Po dakord, unë di që George Soros ka financuar disa projekte dhe bursa, për shembull studimi nga gjitha partitë politike. Tani do futemi me emra, ti di kush janë nga Partia Demokratike. Janë drejtues. Ti e di kush janë nga. Unë nuk jam ndërta, për shembull. Nuk e di, nuk kam si kam këtë kjo më duket si teori konspirative më saktë. Po di që ka nga gjitha partitë politike. Dhe ti di. Po e di unë tani. Po nuk e di. Ç'të them unë? Ja do më thuash pas emisionit. Ndërkohë, të pyes për rezultatin, ma jep kështu si bast në tavolinë. Se hedh do si bast. Nuk e hedh dot. Sepse do shumë punë, ka paqartësi sa do jetë përqindja e diasporës që do votojë. Pastaj për mua nuk ka qartësi raporti i forcave në diasporë, po nga këta 200.000 sa do arrin që të dërgojnë zarfin në kohë. Për pjesën e diasporës, se këto do doja të ngacmoja pak. Si e ke pritshmërinë? Për mua është e qartë që diapazoni mes PS-s dhe PD-s do të jetë shumë i lartë në diasporë. Pse? Për shkak se shoh reagimet që vijnë nga diaspora. Është thjesht një perceptim i imi. Domethënë ata që kanë ikur në një farë mënyrë edhe prej jush, do votojnë për ju. Nuk besoj se dikush ka ikur prej njërit apo prej tjetrit. Njerëzit kanë ikur
sepse gjejnë alternativa më të mira. Kemi dhe probleme të tjera, nuk dua t'i hyj në këtë, në një ditë do bëjmë në debat sociologjik sepse në Shqipëri është pak më i theksuar problemi i ikjes se sa vende tjera, po thelbi është që ikim për alternativa më të mira, nuk ikin thjesht sepse këtu janë, të themi, për bukën e gojës. Ka njerëz të cilët ikin duke qenë shumë mirë këtu dhe është një pjesë e shoqërisë që emigrantëve që ka ikur në këtë formë. Mos harroj që shumica e emigrantëve janë gjithsesi ata të cilët kanë ikur në fazën e parë kur Shqipëria ishte realisht keq. Se nuk të pyeta, harrova me thënë drejtën, a kanë ikur nga Vlora ato dy anijet tec që rrinin aty, me qenë se e kandidat në Vlorë? Me thënë të drejtë nuk kam qenë në Zvërnec këto kohë. Nuk e fare në Zvërnec ishin ato? Ato dy anijet? Imagjino se diku ishin. Jo, unë e di që ishin aty në Vlorë, dy anijet tec, që gjithë ato para, domethënë ditore kot. Të premtoj që do ta përveç se edhe ndotjes, tani të premtoj që do ta lexoj kontratën dhe do të them. Ajo që unë bëra një pyetje, a janë më, as janë më. Nuk e di s'kam qenë këto ditë, po them, nuk kam vajtur që ti shoh. Ka shumë detaje se e ka denoncuar kohë parë edhe pamfleti, edhe media të tjera, kështu që s'ka ndonjë gjë, ajo është diçka që duket aty se nuk i kam parë, po them, po thosha që kanë ishin si janë, do të thosha patjetër janë apo s'janë. Në zonën tënde që po kandidon se po të ishin vend tjetër s'do të pyesja unë. Kam një problem tjetër që për këtë gjë nuk realisht nuk di të t'ja përgjigje përtej sarkazmës që po bën, sepse nuk kam lexuar kontratën dhe bazat e kontratës. Po se unë e di që janë në Vlorë, ti thua në Zvërnec. Po ja, imagjino sa pak di. Ku dëgjon çat them. Unë të ftoj të votosh atë që din gjitha. Unë ndiaj sa di. Po për sa zane, çfarë di? Me qenë se janë ato ujëra. Prit mbaroj se po kalon nga një temë tjetër. Po s'di gjë the ti. Po më të sarkazma, ndalojmë sarkazmin që pranoj, po do të japim edhe përgjigje serioze. Nuk e di kontratën, ajo që unë di është që nuk e kam parë kontratën as në media, se e kisha lexuar, vdes lexoj këtë lloj kontratash. Di që lexoj në media vetëm atë që perceptohet dhe gjykohet dhe është dhe populiste dhe shitet. Kur të lexoj kontratën për këtë gjë, nëse do flasim një ditë, po duhet më paralajmërosh, se nuk kam ndonjë arsye që unë do vetë ta lexoj diçka enkas për këtë lloj kontrate. Kam lexuar raste të tjera. Do të jap një përgjigje më serioze. Për sa i përket Sazanit, cila ishte pyetja? Çfarë di po them, me qenë se jena ato ujëra kandidat. Nuk e di. Se ke dëgjuar gjë. Se ç'të përsëris ato që i dim po. Po nuk e di, sepse nuk është çështje as e kandidimit për deputet kjo, asgjë, është çështje që ka të bëjë me AZH-n, me KK-n, me ca institucione të këtij lloji. Ajo që unë di është në programin makro, oferta jonë turistike duhet zgjerohet. Dhe këtu, nëse më lejon të elaboroj pak, është një ndër pikat e angazhimit tim. Oferta, ne jemi në një pikë shumë kruciale për sa i përket ofertës turistike që prek drejt për drejt këtë qark. Infrastruktura tashmë është gati. Pra, ne kemi rrugë të cilat bashkojnë malin dhe detin, Kuçi nuk është 5 orë larg nga deti, siç ka qenë deri para 7 vitesh, është 30 minuta larg. Fshatra si Tazati apo Senica që janë nga pikpamja arkitekturore shumë bukura, nuk janë 2 orë nga Saranda, siç ka qenë, janë çerekore larg. Nga ana tjetër po ndërtohet aeroporti i Vlorës dhe do ndërtohet aeroporti i Sarandës. Njëherazi është rritur në 12 milion numri turistëve. Do ndërtohet aeroporti i Vlorës? Po ndërtohet. Se dëgjova janë problem zogj, më duket apo? Lejo ta përfundoj dhe pastaj më ndërhyj me sarkazm se bësh pak më gjerë. Pra do rritet edhe më tej se ky 12 milionsh numri turistëve. Problemi është që ne kemi ende ofertën turistike siç po japim vetëm si turizëm bregdetar, ujor. Kjo është e pamjaftueshme, sepse kjo nga njëra anë të ofron të sjell turistët backpack që nuk arrin të shpenzojnë, nuk shpenzojnë masivisht, siç duhet të jetë turizmi, në mënyrë që të rrisit të ardhurat. Dhe e dyta, nuk e bashkon me Interlandin. Ne kemi Interlandin shumë të pasur, qoftë në pasuri arkeologjike, qoftë në pasuri natyrore, qoftë në pasuri arkitekturore. Ne kemi Amantian që është Selenis, ne kemi Fojniken që është në Finiq, ne kemi pra përtej Butrin, përtej atyre që janë shumë të njohura. Ne kemi fshatra karakteristike, tash 2 prej tyre, është Drovjani apo është Kallarati. Në të gjithë këtë ta mbaroj vetëm një fjalë dhe më thuaj, sepse nuk është kjo çështje. Çështja është që ofrimi i ofertës turistike si paketë do të sillte që Hinterlandi, Bashkia Delvinës, e Konispolit, e Selenicës, e Finiqit do të kishte rrjedhje parash në kuptimin e investimeve, në kuptimin e qarkullimit, në kuptimin e punësimit, në kuptimin e kthimit të njerëzve, në kuptimin e mosbraktisjes dhe kthimit të madhështysë së këtyre zonave, e njëherazi
zona bregdetare që është Vlora, Himara dhe Saranda, do të mundet që të kishin tani më turistë të cilët paguajnë më shumë dhe sjellin më shumë të ardhura. Kjo është sfida, po që është e tanishme, kur është përputhur dhe numri i lartë i turistëve dhe mundësia infrastrukturore, që për ju populistët është bërë vetë, po në fakt e ka bërë kjo qeveri. Tani, po për këto çmimet, për shembull, shumë në stratosferë niu gjatë sezonit turistik, ç'do bëni? 2 për shërbimin, për rregullimin e shërbimit, meqense folë për turizmin, ëh? 2. E treta, faktin që Bregdetin e ka sepse kanë përgjigje, do kanë pushtuar investitorët strategjik, oligarkët, njerëzit me pushtet. A del do xhiroti të kur shkon në Vlorë në breg të detit? Populizmi 1-1. Ai thua do 1-1 më shkurt i them, përgjigje. Del do se të lësh shezllonin. Ti ke edhe përgjigje ngati. Po, më thuaj. Do thuash 1-1. Po thuaj një, si mbaj mos se ti fillon monologun. Po ja për gjitha këto ç'ke për të thënë tani. Po ti thuaj 1 dhe do i them për gjitha. 1. Ecën do ti në breg të detit në këmbë? Unë si do të breg të detit në këmbë, sheslon... Të lën, të ecësh, të dalësh xhiro për të relaksuar. Po në fakt ti flet prap pa parë se çka ka ndodhur, se ka kaluar ligj i vjet. Çka ka ndodhur se s'kam shumë kohë që kam shkuar unë tani, se ti po flet sikur ka kaluar ligj i vjet që shezllone mund të kenë vetëm hotelet dhe askush tjetër në plazhet e jugut. Kur hyri në fuqi ky ligj? Vjet. Po nga vjet, edhe si vjet kam qenë disa herë unë. Po mirë, fillo lexoj. Ku ke qenë? Ke qenë plazh tani, ke tani në shezllone? Ku ke qenë? Të lutem tani, po si ka mundësi që i bën këtë? Lonjatëve, i Mariotëve dhe Saranditëve plazhet janë bosh tani shpirt. Po mirë mos e s'po të flas tani, po pasi ka hyrë në fuqi ligji pra. Po jo pra, se pasi ka hyrë në fuqi ligji s'ka ardhur sezoni tjetër turistik. Çfarë tjetër populiste do të thuash? Vazhdo. Po për investitorë strategjik që kanë zaptuar Bregdetin etj. Kjo është një problem shumë i gjerë. O ka folur njëri për pronat dhe problematikën e pronave në jug, besoj kam qenë unë. Dhe kam folur ashtu siç është realisht problemi. Investitorët strategjik nuk kanë zaptuar Bregdet një herë. By the way. Ajo që ka ndodhur në jug është një problematik dhe shumë e mbi ngarkuar në 35 vite falsifikim dokumentesh e ndërhyrjesh, ku ne kemi 2 kushërinj të cilët zihen për ndonjë të pronë. Problemi është si do t'japim zgjidhjen reale. Hipoteka është një gangren për ne që si jemi populist, për ju populistët besoj shumë mirë. Hipoteka është një gangren dhe është një gangren e cila vjen prej disa probleme të cilat janë të akumuluara dhe të rrezikuara. Për ta përmbyllur ose? Po. Fatmirësisht, dhe këtë di edhe për arsye profesionale, 2025 është një vit i artë dhe për këtë gjë, sepse në fund të këtij viti mbaron digitalizimi i hipotekës, që është një projekt i Bashkimit Evropian dhe i Qeverisë Shqiptare. Nga kjo pikë tutje, problemet të cilat vijnë prej individëve në sistem e prej sistemit në përgjithësi, do të kenë shumë të zbuluar abuzuesin nga ai që e meriton pronën, dhe unë ajo që angazhohem është që do të jem, nëse hipoteka nuk do të marrë drejtimin që po merr, pra nëse prap devijon, unë do të jem armiku i parë më i madh i atij institucioni në shërbim qytetarëve dhe të cilët do të më votojnë dhe të atyre që do të votojnë. Do ta mbyllim më mirë se do zgjemi, nëse vazhdojmë. Me kënaqësi zihemi, po më mirë ta mbyllim. Falenderoj që të kisha në studio. Faleminderit nderuar miq, të pashoj që rikthehet sërish.